Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër short. Sot do bëhemi gati së bashku. Ky është dhe outfit që unë kam zgjedh për ditën e sotme. Është ora 6:12 dhe sot do bëhemi gati për të dalë për një darkë. Praktikisht aksesorët i kam ato të përhershmit, kam orën. Këtë ndoshta e hejt se më kombinon shumë, por anyway, varsën mendoj se do ta fus brenda, sepse më pëlqen fare kështu. Kështu është më nice edhe më bukur. Sot kam menduar të bëj një look klas edhe shumë të lezetshëm, po nga një anë edhe sportiv, kështu që nga këmbët do ta vesh me këto që janë elastike dhe zjaten. Nga sipër do vesh një pallto të zezë të madhe dhe të gjatë që kam, kështu që yes. Tani do bëj make-upin, flokët do t'i mbaj lëshuar, megjithëse për këtë look flokët do ishin më mirë të kapme, por që ta mendoj. Hoqa edhe make-upin e ditës. Sot ne vendosëm të dalim, është ora 6 e qerek, në orën 7 duhet të dal, koha jashtë shi. Këto janë edhe lulet që unë mora sot, janë kështu, shumë të bukura. Vazhdojmë me kremin hidratus. Neve kemi përgatitur në një vend që kishte muzikë me DJ sot nga ora 7:30 deri në orën 11. Nga pjesa që pikëve jemi në rregull. Unë fondatin nuk vë, sepse kjo që kam tani nuk është se po më pëlqen më, kështu që praktikisht do vazhdoj vetëm me këtë të tartit. Por më pëlqen shumë sepse ta lë atë kat ose prerjen, definimin shumë bukur dhe më pëlqen. Kam këtë bronzerin që unë e provova sot paradite, më pëlqeu shumë që ta përdorim tani në darkë. Për vetull do përdor këtë të Anastasias. Për buzët po mendoj të përdor këtë të Kikos. Ta mendoni që ky para një viti ka qenë shade-i im i preferuar. Përdor edhe këtë nga Golden Rose këtu brenda për ta thypa. Të dyja këtu do i marr në çantën time të vogël. Duke qenë se të gjitha outfitet e kam të zi, po mendoj që këtë çantë ta marr me vete të jetë pak thyerje. Do përdorim këtë spray nga Go To Be. Flokët i lash kështu, i kapëm me një kapse ngjyrë gold këtu dhe kombinon mirë edhe me aksesorët e tjerë. Për parfum këtë të Carolina Herrera's. Këto janë edhe vathet. Jo tregoj edhe outfitin. Duket kështu. So nice. Dhe unë do i marr me vete juve disa sekonda, do i marr disa klipe. Kështu shumë bukur. Është so nice. Shifemi më vonë.